misioni ynë është largimi i kësaj qeverisje, qeveri teknike, zgjedhje të lira, opozita në pushtet në mënyrë të pashpakshme. Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe provokacionet dhe terrorin policor ndaj disa të rive të cilët nuk kanë kryer absolutisht as edhe aktin më të vogël të dhunës. Janë ndaluar 10, nga të cilët 4 janë arrestuar. Erlis Sina, Artan Hysenaj, Albi Kryeziu, Jason Prendi. Këta 2 prej tyre janë kosovar. Turist të ardhur dhe janë arrestuar nga policia, sapo kanë marrë vesh se janë kosovar për të mundur me akuzue edhe qytetarët e Kosovës për pjesëmarrje në protesta. E vërteta është që këta 2 kanë ardhur si turistë. Kanë qenë këtu pas protestës. Në mos gabohen, po, pas protestës. Kanë bërë foto. Njëri më tha, se jam djali një veteran, ose një luftari të UÇK-s. Dhe unë e përqafova, ba një foto me te. Tani këte e kanë arrestuar. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të tyre. Dhe paralajmëroj policinë të mos prek me dorë protestuesit, se ata po luftojnë kundër hajdutëve të kombit, kriminalëve në detyrë. Të mendohen mirë, të qëndrojnë më mirë me ligjin se me hajdutin, se me kriminalin. Të lirojnë me njëherë personat e arrestuar. Sot ne jemi këtu para jush për të paraqitur para shqiptarëve publikimin e Partisë Demokratike, të cilën kësaj here kemi preferuar ta quajmë farsa e madhe e majmur e zgjedhjeve në Shqipëri. Ky dokument i pa shembull në historinë e një farse elektorale në Europë dhe në botë, i ndërtuar, i hartuar mbi 1500 faqe dhe mbi 2000 e sa prova, dokumenta, fotografi, të gjitha një punë e jashtëzakonshme në radhë parë e strukturave të PD-s, të cilat kanë mbrojtur votën duke identifikuar çdo shkelje ligjore, çdo dhunim të votës, çdo ndërhyrje të krimit dhe me radhë. Një punë e jashtëzakonshme nga ekipi keni këtu para që ka ndjekur, ka shqyrtuar, ka analizuar të gjitha këto dokumenta dhe që janë dërguar online në qendrat ndërkombëtare të raporteve për zgjedhjet në Shqipëri, sapo paraqiteshin këtu.
një punë të jashtëzakonshme, në mënyrë të veçantë zonja Albana Vokshi, e cila në fakt del sot me këtë libër 1500 faqesh, e kaluar në çdo paragraf, në çdo rrjesht, në çdo dokument, në duart e saj. Kjo përpjekje përmbushi detyrimin dhe objektivin. Edi Rama në një mënyrë të pacip, mund të verë çdo epitet, kërcënoi vëzhguesit. Na faktoni pak ku janë ato që keni shkruar. Vëzhguesit të përgjegjshëm dhe të guximshëm nuk u tërhoqën. Por ne u përpoqem t'japim modestisht kontributin tonë, duke u dërguar atyre mira dokumenta autentike, video, fotografi, proces verbale, në mënyrë që raporti tyre t'ishte raporti që damkosi zgjedhjet në mënyrë përfundimtare. Natyrisht ata kishin të vetat, pa diskutim, shumë të shumta, shumë të rëndësishme, por edhe ky raport, këto 1500 faqe që ndërguë sa po shqyrtoheshin, kanë patur vlerën e vetë. E mbyllim këtu, duke dhënë fjalën Albanës, tu njoh ma me ju do ta merrni, e keni online. Cili do nga mediat e ka online. Po Albana do të demonstroj diçka dush. Faleminderit, doktor. Doktori thot që është online sepse është e pamundur që të prodhojmë në shumicë, duke pasur parasysh që ka 1507 faqe. Jemi munduar, kemi marrë më shumë kohë se sa ju premtuam. Ju premtuam që me njërë mbas zgjedhjeve apo mbas daljes së rezultatit të zgjedhjeve ne do e bënim publik, por mori më shumë kohë se ç'duhet sepse sikurse e sqaroi edhe doktori, task forca e ngritur në selinë e Partisë Demokratike për monitorimin e krimeve zgjedhore